shoh domethënë shumë njerëz të cilët mendoj presin kur vjen vikendi, me shkuën për natyrën, për anën, për kënaqë, për çka, thotë po du pak me largu stresin. Unë nuk e kam as stres. Pse? Unë 5 herë në ditë shkoj në xhami edhe unë kur shkoj në ora 4 në sabah me fal sabah, dhe çfarë qetësie. Qetësinë që e don me gjet mal unë e gjoj në xhami. Unë akşam ja si rrin në xhami. Edhe se kam, ku tham unë, mos e marrni tash unë do të tregu se unë shumë i devotshëm, se kam unë besimtar, apo kupton përgjithësi jam të fol. Po jam të fol përgjithësi. Pse? Na qelim Kur'an, kupton edhe kur është besimtar i vetëm në xhami, edhe ngrit zanën, elhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, kret emocione trupi. Kret tërçet trupi. Kret kënaqësi shpirti. Këta ata nuk e kanë. Andaj, për me, kur të bjerë në sejdë për shkak namazin e natës, nëse besimtari ka një telazhe, ka një ngushtim, qotë dhe i falje 2 rekat, botën me ta dhënë ti nuk ta vyn veç e kënaqësia e sejdës namazit natës. Këtë duhet me provu. Prandaj, njerëzit të cilët nuk janë në çet lojë, po them kështu. Është pak problematike me ardhmë, mi thon dikuj që dush me dhënë zeqat, i ka 100 milion euro, apo dush me dhënë shembull 250.000 euro, sa i bjerë 2.5%. Se dim, mos më ka po dikush për gjusën matematike kum pas 2 edhe ata me hatër më kanë qitë. Po be e gari, islam mëse mërë për një me, se 3 kum pas, jo dish. Një pas këtë pas më. Dhe më thonë, tash ai nuk mund me perceptu, dhe më thonë, mi thonë 250.000 euro, po Koran shkruan, o burri fort, kështu shkruan, 30 ditë me nejtë pa buk, të Ramazani po dal. Ai nuk e perceptan se anën shpirtërore ka mangu.